Edhe në burg lexoha sepse njerëzit atje marrin unë e kisha ndjer, e kam lexuar tani një artikull në New York Times të një profesori universiteti që jepte filozofi dhe që ishte çuditur sepse ai në burg në Amerikë tha kam lexuesit më të mirë të Aristotelit, të Nietzsches, Platonit. Edhe në burg lexoha sepse njerëzit atje kanë kohë për të lexuar, pra marrin një pushim. Nga pushim të detyruar. Të detyruar, por edhe nga larg. Jeta e zhurmshme e jona ku ne jemi vazhdimisht të detyruar në shpejtësi marramendse të përpunojmë informacione të jashtëzakonshme gjatë ditës. Kështu që nuk kemi kohë të lexojmë, por vetëm të skanojmë. Po edhe nëse jemi duke lexuar, ora inteligjente ty të shkëput her pas here me notifications që të vinë çdo sekondë dhe e gjithë kjo pa diskutim që dëmton përqendrimin e çdo kujt. Le të fëmijëve pastaj të gjitha studimet mbi neuroplasticitetin, pra mbi zhvillimin e trurit edhe smundjet e trurit, domethënë të kohëve të fundit e pohojnë që ajo që e mban gjallë trurin sa më gjatë është leximi.